në këtë vend mund të gjesh dhe emra shumë të mirë të mjekësisë shqiptare. Pra mjek që unë i rëndit nga më të mirët të cilët ne kemi në Shqipëri sot. Si arrin të mbash një, do të thoja, standard të tillë? Pikë së pare, kjo nuk është një biznes i zakonshëm. Unë jam mjeke, pavarësisht se mund të jem edhe ideatorja dhe personi që mban përgjegjësi dhe personi që punon, si çdo punonjës tjetër i klinikës, por dhe kolegja e këtyre doktorëve dhe profesorëve që vinë dhe punojnë këtu. Mendoj që ndajmë të njëjtën filozofi dhe pa diskutim secili prej tyre ndihet si në klinikën e vet. Domethënë, ai pak që ne kemi me çdo doktor që vjen dhe punon këtu, është që do t'i ofronte pacientëve të tyre ato që do t'i ofronin familjarëve të tyre. Është e vetmja filozofi që na lidh. Ndaj dhe ne jemi me këta doktor dhe besoj dhe shpresoj që vetëm të pasurohemi, pasi për çdo klinik doktorët janë aseti kryesor, sepse thonë që pacienti është klienti kryesor, por në mjekësi ka dy klient, është pacienti, por është dhe doktori. Pra fokusi duhet jetë tek të dy.